Katër këzazët e qytetit të Vlorës, por edhe ato në rang Rethi dhe Qarku, janë tashmë totalisht të mbyllura, për shkak se materialet zgjedhore, të cilat kanë qenë në brendësitë e tyre, janë transferuar nga kryetarët, por edhe sekretarët e këtyre këzazëve në drejtim të kryeqytetit, për të mbyllur në këtë mënyrë të gjithë procesin zgjedhor në Qarkun e Vlorës. Pas përfundimit të gjithë procesit zgjedhor në Qarkun e Vlorës, këtë të shtunë, të gjitha materialet zgjedhore janë larguar nga qyteti. Katër këzazët e Vlorës, por edhe ato në rang Rethi dhe Qarku, janë mbyllur, pasi materialet janë transportuar drejt Tiranës. Këto materiale janë transportuar në masa të repta sigurie, duke u mbikëqyrur gjatë gjithë kohës me efektiv të policisë së Qarkut dhe ushtrisë, në momentet që është bërë edhe ngarkimi i tyre. Gjithashtu mësohet se në mbrojtje të ushtrisë janë transportuar me mjetet e ushtrisë drejt Tiranës, së bashku me materiale zgjedhore kanë shkuar edhe kryetarët dhe sekretarët e çdo këzazëje, për shkak se kanë qenë personat që kanë kryer proces verbalet dhe ata të cilët kanë patur përgjegjësinë e dorëzimit të materialeve në mënyrë korrekte dhe të saktë. Ishin pikërisht kryetarët dhe sekretarët të çdo këzazëje që i morën këto materiale në dorëzim dhe po ata që duhet i dorëzonin në drejtim të Tiranës. Në Vlorë, materiale zgjedhore u bën gati një ditë më parë, ku prej të premtes çdo gjë ka qenë gati për t'u transportuar herët në mëngjesin e kësaj të shtune drejt kryeqytetit. Rreth orës 8 të mëngjesit ka nisur transporti i materialeve të para zgjedhore drejt Tiranës dhe më pas në vazhdim kanë qenë këzazët e tjera, të cilat kanë kryer transportimin e tyre. Janë zgjedhur orët e mëngjesit për të nisur transportin e materialeve zgjedhore për shkak të trafikut të lartë në kryeqytet, por edhe shumë segmente rrugore, të cilat kanë qenë të bllokuara për shkak se në Tiranë zhvillohet edhe samiti evropian.